Ministri i Politikës Sociale Fatmir Limani, i shoqëruar edhe nga kreu i komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu, promovuan sot hapjen e qendrës ditore për pensionistët, por edhe nisjen e punimeve për çerdhen e parë në këtë komunë. Projektit për përmirësimin e shërbimeve sociale të nënshkruan vitin qershor të vitit 2025, u nënshkrua një marrëveshje për grant me komunën e Zhelinës dhe me ofertuesin e shërbimeve Assistive Center, dhe me këtë marrëveshja mundson themelimin e një shërbimi të ri social, qendër ditore për pleqërim aktiv për të moshuarit e komunës Zhelinës. Ne marrëveshjet këtilla nënshkruajmë me të gjithë shoqat e pleqëve në mbar hapësirën e Maqedonisë, dhe me këtë shërbimin do t'ua bëjmë diku 24 të moshuarve në këtë vend, ndërkohë që kemi ndarë mjete, finansojmë, do të thotë, shërbimin me 30.000 euro për plotësim edhe përmirësim të kushteve. Që i ka munguar komunës Zhelinës, dua të potencoj se për herë të parë hapet një qendër ditore për moshat e treta apo për pleqt, në grantin e fituar nga Ministria e Politikës Sociale në qershor të vitit 2025 për dhënien e shërbimeve, në grantin për dhënien e shërbimeve sociale. Në manifestimin e sotëm prezent ishin edhe kreu i shoqatës së pensionistëve të Tetovës, si dhe pensionistë të kësaj shoqate. Ndryshe, qendra ditore për moshat e treta do të japë shërbim për 24 pensionistë që do të zhvillojnë aktivitetet e tyre në këtë lokacion.